Pritej që në muajin shkurt stadiumi Lore Boriqi të përfundonte plotësisht, por sipas gjasave, mbase duhet që të presim marsin e këtij viti. Këto pamje të filmuara tregojnë se shtrimi i tapetit të ri ka përfunduar dhe se tashmë punimet për fushën e lojës janë drejt fundit. Ndryshimi i temperaturave dhe i motit këto ditë ka detyruar firmën që po kryen punimet për të marrë disa masa, nga sa shihet thuajse gjysma e fushës është e mbuluar me plasmas. Kjo është menduar në këtë formë, në mënyrë që tapeti të mbahet në një temperaturë sa më të ngrohtë dhe të mos dëmtohet nga rreshtet e shiut, pa përfunduar krejtësisht punimet. Nga ana tjetër vazhdon që të punohet në tribuna, por edhe pjesët e tjera të stadiumit. Pjesa më e madhe e punimeve ka përfunduar dhe stadiumi i ri i rikonstruktuar e ka marrë formën e tij, por ka ende sërish disa punime të tjera. Tribuna anësore, që është shëmbur për ta bërë të re, është ndërtuar dhe pritet që të vendosen vetëm stolat, ndërsa ende punohet në tribunën tjetër. Në këtë mënyrë, as për fillim të kampionatit në muajin shkurt me shumë gjasa, Vllaznia nuk do të mund të luajë në stadiumin e ri. Kështu kuqeblut do të vijojnë të zhvillojnë ndeshjet brenda në fushën sportive Reshit Rusi. Në fillim kur nisën punimet, premtimet nga ana e FSHF-s dhe presidentit të saj Armando Duka kanë qenë të tjera. Është thënë vazhdimisht se fillimisht stadiumi i Shkodrës do të përfundonte brenda 2015-s, por pas problemeve që u shfaqën u tha se maksimalisht stadiumi do të jetë gati në shkurtin e 2016-s. Jemi në ditët e para të janarit dhe nga ato që kanë mbetur për t'i dhënë fund, është e qartë se duhet që të presim muajin mars.